Përshëndetje Nora, faleminderit që jemi ne sonte dhe dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Përshëndetje për juve dhe për gjithë dëgjuesit. Nora, pas asaj karrierës ku u arrit gjithçka, pothuajse në tatami, vjen një moment që i shton obligimet e tua. Tani pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Judos. Po, e vërtet, një rol apo pozitë që me të vërtet më ka gëzu, sepse përveç kontributit tem në sport si garuse, kom dëshirë edhe me sfidu veten edhe në lami tjera. Këtë herë jam shumë e nderuar që kom mundësinë me kontribu në sport në arenën ndërkombëtare, edhe me nder të madh po e pranoj këtë pozitë. Është shumë kënaqësi që më kanë zgjedhur ndër gjithë atyre kandidatëve një prej anëtarëve të Komisionit Sportistëve të Federatës Botërore. Paramendoj për këtë pozitë konkurrojnë sportistët ose në këtë rast judistët e krejt botës. Edhe të përzgjidhësh, definitivisht është privilegj, po çka ndryshon te ti tash me marrjen e këtij roli? Tash merr vendimet edhe për të ardhmen e judos, sa i përket sportistëve. Po, nuk është që do të ndryshoj shumë, por unë do t'jem zoj sportistëve, do t'i përfaqësoj sportistët në gjithë botën, edhe do të kujdesem që idetë, shqetësimet e tyre të merren parasysh edhe gjithmonë të merret edhe mendimi i tyre drejt vendimeve që merren nga Federata Botërore, sepse çdo vendim që merren nga Federata Botërore edhe ndikon në zhvillimin e sportit edhe ndikon drejt për drejt te sportistët. Prandaj ky rol me të vërtet na jep edhe neve fuqi edhe si federat, sepse me pas një sportist tek vendimarrja në Federatën Botërore është privilegj, edhe është mundësi shumë e mirë që edhe një mënyrë përveç anës garuse, një mënyrë tjetër me përfaqësu edhe me i tregu edhe vlerat tona si sportist edhe në lami tjera. Po, normalisht, një pozitë si kjo nuk arrihet pa pas sukses fillimisht në sport, besoj. Po, normal, fillimisht fillimisht është tash më bo kandidatura, do me thonë, kemi apliku si kandidat, na ka përzgjedh federata, se cila federat ka dërgu kandidatet e tyre, edhe pasoj, në këtë rast, unë kom qenë e zgjedhur nga bordi i Federatës Botërore. Fillimisht normal e falenderoj shumë Federatën e Judos Kosovës, sepse ata më kanë përkrahur këtë drejtim, edhe me përkrahjen e tyre kemi arritë edhe me pas edhe përkrahjen e Federatës Botërore. E sidomos të presidentit Marius Vizer, i cili veç e ka dëshmuar me vite që është një mik i shtetit ton, i federatës ton, edhe ka qenë ndër të parët që na ka mundësuar edhe pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Absolutisht, Marius Vizer është një nga njerëzit që ka ndihmuar definitivisht judon e Kosovës. A keni edhe marrëdhënie tjera me Marius Vizerin jashtë këtyre zyrtare? Po, normal, marrëdhënie qysh i kanë secila federat, ai merret, domethënë, i merr parasysh secilën federat vogël apo të madhe, sepse qëllimi i tij është zhvillimi i sportit. Kështu që normal që marrëdhëniet e mira duhen me qenë edhe jashtë atyre profesionale për me kontribu në mënyrë duhur në sport. A është caktuar data kur e fillon zyrtarisht punën? Apo fillon me njëherë? Jo, zyrtarisht jam zgjedh si anëtare, mirë po ende nuk kemi mbajtur ndonjë mbledhje, po besoj që momentin që kemi me mbajtur mbledhjen edhe na si sportist kemi me qenë më të qartë rreth rolit ton. Fillimisht ato që e dim është që kemi me qenë pjesëmarrës çdo herë në kampionate botërore, kemi me ndihmuar në organizimin e garave, kemi me qenë pjesëmarrës çdo herë që kanë marrë vendime drejt të ardhmës sportistëve, edhe kemi me pas mundësinë me qenë pjesë e projekteve ekzistuese të Federatës Botërore, ose edhe nëse kemi ide, atëherë jemi të hapur me i paraqit ide tona për projekte të reja. Kështu që kjo, do me thonë, përveç si post, na sjell edhe mundësi personale për zhvillim matutje në mënyrë profesionale. Po kthehemi pak në aspektin e garuesës, si vjet të kemi pa në Grand Slamin e Parisit në muajin shkurt, doli e treta, por më pastaj nuk kemi pa në gara tjera. A ka qenë çështje e lëndimeve?
Jo, kon vetëm një vendim personal, kom kalu një fazë shumë vështirë para pjesëmarrjes në lojra olimpike në Paris, sepse jam lëndu, do me thonë jam lëndu diku 5 muaj para garës edhe ka qenë një fazë shumë e vështirë për mua edhe prej anës fizike dhe ashtu edhe mentale, sepse është duhet me u përgadit shumë ma tepër vetëm për me arrit, me marrë pjesë, do me thonë me qenë e shëndetshme, me marrë pjesë në garë, e gjithë ky lloj stresi është mbledh dhe kom pas për një nevojë për një fazë ma tepër qetësimit, e këto e kom arrit vetëm pasi e fitova medaljen në Paris, sepse deshta me i dëshmu vetës që ndoshta nëse kisha pas edhe pak ma tepër kohë edhe kisha mujt me marrë medaljen në Paris në lojra olimpike. Prandaj që sikur se secili sportist po kaloj me një fazë ma ndryshe se tjera, kështu që po e përdori çdo kohë me u ngrit profesionalisht edhe personalisht. Po njëkohësisht duhet me pranu që sporti judosh është një sport jashtëzakonisht i vështirë, jo gjithkohësh mundet me apliku. Normal, kërkon shumë mundim pavarësisht nëse je kampione olimpike apo nëse nuk je, gjithmonë duhesh me pas njëjtin përkushtim. Ndoshta edhe ma tepër kur ke medalje, sepse kërkohet nga ti prishmëritje në larta, edhe sporti gjithmonë shkon të u bë ma vështirë për secilin sportist, sidomos sporti judos që ka të bëjë shumë edhe me taktikë sportistëve, edhe gjithmonë duhesh me qenë i gatshëm me prodhu diçka të re edhe gjithmonë duhesh më konë në top form, pa pushu asnjëherë për me mujt me sjell ma të mirën. Kështu që gjitha këto mbledhen edhe të vijnë një lloj pushimi në këtë kohë që po më nevojitet mu për me mendu ma tepër për edhe të ardhmen teme si sportiste, sepse jam në vitet e fundit karrierës time edhe jam të shqyrtu normal edhe mundësinë për me përfundu edhe karrierën tëmë si sportiste. A mbetet në opcion edhe çështja e trajnerës, me vazhdu karrierën si trajnere? Po, sikur se çdo sportist, kjo është ndoshta ideja e parë që të vjen kur e ki ndërmend me lon karrierën, sepse është diçka që e ke bo me vite edhe është një punë që e din mas mirti. Jam e angazhume momentalisht, kom fillu me u angazhu edhe si trajnere të njëjtën kohë, shpejt do ta hapi edhe një grup timin, që s'kam atlet me pas edhe tranzicionin prej sportistes në trajnere. Kurse ndërkohë, normal që kom dëshirë edhe përveç punës si trajnere me sfidu veten, siç tash edhe në role të tilla si në komision të sportistëve edhe ndoshta edhe ndonjë mundësi tjetër që do të më ofrohet prej Federatës Botërore. Do me thonë jam e hapme edhe për mundësi të reja. Edhe përpos asaj krejt predispozitat i ke për me qenë suksesshme. Deshta me të pyet, çysh do këtash keni kalu kohë gjatë, çysh do këtash Majlinda si trajnere, a të ndihmon kjo me u fut në rrugën e trajnerës duke pa edhe Majlindën? Po normal, Majlinda është një shembull mirë i tranzicionit prej sportistes në trajnere. Ajo shumë shpejt ka arrit me fut veten, do me thonë në pjesën e trajnerëve të mirë, edhe normal kjo tregon edhe vetë besimi që trajneri Toni e ka ndaj saj. Ajo ka pas mundësi mbrenda 3-4 viteve dhe me përfaqësu Kosovën si trajnere, do me thonë në lojra olimpike. Kjo është ëndra e çdo trajneri të ri, kështu që normal që ajo vazhdon të jetë edhe shembull edhe në rolin e saj si trajnere, do të thonë pas karrierës. Po pashmangshëm duhet më kthy pak te medalja olimpike, kulminacioni i karrierës besoj. Çysh e përshkruan rrugtimin edhe arritjen e medaljes së artë olimpike si garuese, po në aspektin emocional, jashtë garave, gjithçka tjetër që të ka rrethu në ato momente? Po, me të vërtetë, sikurse një ëndër shpesh është ndoshta një fjalë që krejt sportistët e thonë, po me të vërtetë është një punë shumë e madhe që duhet për me mbrin në atë nivel, edhe nganjëherë është edhe pa besueshme se si na si sportist kemi arrit deri te niveli më i lartë, dhe këto duhet e përsërit olimpiadë pas olimpiade. Për mu ka qenë
do me thonë momenti më krenar në jetën time, edhe shpesh herë sa që e mendoj versionin më të mirë të vetës, e mendoj kur jam në sportin e judës edhe me arritjet që i kom bo. Do me thonë gjithmonë si shembull e marr kapacitetin apo mundësinë që unë e kom pasë sport, edhe kjo më beson me mendu që unë e kom mundësinë me bo çka do që dëshiroj. Po normal, në anën tjetër, jo me vetëdijshme për punën që vjen, sepse për me ardhur deri te medalja olimpike më kanë zhyt me vite. Po thuj se 15 vjet vetëm me mbrit deri te medalja olimpike. Kështu që është një punë shumë e gjatë, në fund korrëzohet me sukses, jo për çdo kënd, për mu o kon, edhe vazhdon me qenë momenti ma i lumtur në jetën time. Thua që në sport përpos durimit, përpos punës gjatë, që ndonjëherë ndoshta edhe është dëshpëruese në momente caktume, duhet edhe fati për me arrit një rezultat kulminant. A duhet me u bo 3 elementet bashkë për me ndodhë mrekullia, si kurse në rastin tënë? Po e vërtet, në sport duhet me qenë krejt elementet bashkë, po fati vjen atëherë kur puna dhe përkushtimi jonë. Fati nuk të vjen nëse mungon puna e përkushtimi. Fati mundet marrë vetëm kur mbrinti nivelin më të lartë edhe kur je i gatshëm për gjithçka, mbasi ki sakrifiku gjithçka. Ti mundesh me pas fat, lojra olimpike në luftën e parë, po fati s'mundet me të përcjell ty. Absolutisht. 5 lufta. Kështu që fati vjen atëherë kur puna përkushtimi dhe gjitha pikat tjera janë në rregull. Përpos Akilit, vllaut, tash e ke edhe motrën që ka filluar me u marrë me judo. Një familje e vogël e judës. Po, familje e vogël, po ndoshta 3 antar që... Por me rezultate të jashtëzakonshme. Po, me sportin e judës. Për mua është krenari që edhe ajo e ka zgjedh këtë rrugë. I ka dy shembuj shumë të mirë, mua dhe vllaun. Shpresoj që edhe ajo ta ndjejë rrugën tonë, normal që është e lirë me bo çfarë dëshiron. Nuk do me thonë që e ka të obligueshme. E rëndësishme në sport është me pas vullnet, edhe besoj që nëse ki vullnet atëherë edhe e gjen rrugën për me i mbri sukseset. Kështu që pavarësisht që na dy jemi 2 sportistë suksesshëm, të ajo duhet me qenë numër 1 vullneti i saj, edhe mandena na jemi edhe të gatshëm me ja jap ndihmën për me ndri nivelin tonë. Edhe paramendoj çfarë ndihme dhe çfarë niveli mundet me pas. Fantastike. Kur nuk kemi pyet kur ke fillu për herë të parë me judo edhe kush ka qenë personi që të ka ndihmuar ose të ka orientuar te judo? Ose çush ka fillu krejt në fillim? Unë me judo kom fillu më marrë në moshën 10 vjeçare, bashkë me vllaun. Kom treguar gjithmonë, domethënë, historinë e fillimit sportit judos. Fillimisht kur ka qenë i ri ka ushtru karate edhe në atë kohë ka pas dëshirë që edhe na mu marrë me një sport luftarak. Edhe ai ka vendosur për herë të parë me na dërgu neve te Toni, që është edhe trener tash 22 vite për mua dhe Akilin. Edhe prej asaj dite na asnjëherë nuk e kemi bo as unë as Akili asnjë mungesë. Edhe kjo e tregon që se sa e rëndësishme është qëndrueshmëria apo konsistenca në sport. Sepse vetëm nëse je paraqitesh vjen çdo ditë në stërvitje, pavarësisht çu shkon mirë apo keq, atëherë ka me ardhur një kohë kur edhe puna për kushtimi ka me të shkruaj. Cili ka qenë njëri ndër momentet më të vështira në këtë karrierën e gjatë dhe të suksesshme tëndën? Në moment ndoshta që është dashur me te i kalu me shumë mund. Tash duke qenë me një fazë tranzicionit, kur veç edhe kom fillu me mendu këtë fazë, po më doket që kjo është faza më e vështirë. Gjitha fazat tjera që unë kon si garuse, unë kon më atleta se e kini qëllim, edhe pavarësisht çka ndodh ti e din ku ki me shku. Humpe, fitove, prap e din që rrugën që ki me ndjek. Kurse tash, kur sendet bëhen pak më të paqarta, është shumë më vështirë. Edhe deri tash, po më duket që kjo është faza më e vështirë. Po kur e kujton pjesëmarrjen në Rio, aty besoj është dashmisht rëngu dhëmbët edhe ke bë diçka që vështirë është e te kalueshme ose jo gjithkush e bën. Po, e vërtet, sidomos që kam qenë shumë e re edhe asnjëherë nuk jam përballë, domethënë me lëndime para një garë, edhe njëjtën kohë
nuk kom pas një lloj përkraje prej anës mjekësore, nuk është që kemi ditë trajneri, unë çka po ndodh se çka duhet me bo në raste të tilla, qysh me ushtru, qysh me menaxhu stërvitjet me lëndim. Po njeri mëson prej çdo përvoje edhe po besoj që ajo përvojë më ka bu më të fortë. Unë prej atij lëndimi në Rio, unë gjithmonë e kom ndru qasjen edhe nuk jom shtet, ndoshta atëherë kom prit tjerë me ndihmu, me pas përkrajen prej tjerëve, po mendoj prej fizioterapeutëve apo mjekëve, që na nuk kem pas qasje rreth tyre në atë kohë, është du gjithçka vetë, edhe kjo më ka ndihmu me mësu ma tepër për veten, për lëndimet, edhe prej asaj kohë çdo lëndim që më ka ardhur, jam mundu me menaxhu ma mirë. Ka pas një ekspozit, është quajt përpjekja e artë, rrugtimi i judos në lartësimin e Kosovës, një moment interesant ku janë shfaq fotografit e momenteve më të mira të ekipit të judos, që është njëkohësisht edhe rezultati më i lartë i Kosovës. Çështë duk kur i ke pa fotot pas një periudhe? Janë 5 radhë olimpik, 5 medalje që i ka sjell ekipi i judos. Është shumë kënaqësi, secila foto e ka një histori në veti, secili prej neve cigarus, me një foto na e kemi gjithë rrugtimin ton si sportist, prej moshës vogële deri te arritja e medaljes olimpike. Është krenari me i pa ato medalje dhe gjithmonë na sjellin kujtime shumë të bukura, na motivojnë për të ardhmen ton, edhe shpresoj që njëjtin mesazh kanë me jep edhe te trinj që i shohin ato foto, edhe që dëshirojnë me ndjek rrugën tonë. Kosova njëkohësisht në anën tjetër e kemi pas shumë kampe, ka pas të organizuar në Pej, një qytet që tash është bërë si pikë referencës sa i përket judos në arenën ndërkombëtare, apo bëhet një farë lloj qendre kryesore tani Kosova sa i përket judos, posaçërisht Peja? Po, asnjëherë domethënë nuk ka pas më tepër judist apo të interesum se tash, edhe jo vetëm garus prej shteteve të mëdha, sfundmi kanë qenë garus nga Italia, domethënë edhe reprezentacioni i femrave të Italisë, e që tash në këtë kampionat botror i patën 2 kampione olimpike, 2 kampione botrore që fituan medalje, e cilat edhe e kanë kaluar një pjesë përgatitjeve edhe me klubin ton në qendre nacionale. Kjo tregon edhe se sa shumë po vlerësohet edhe puna jon, puna e tonit, sepse normal që puna e tonit i tërhek edhe trajnerët e tjerë, secili trajner e ka model një trajner tjetër, punën e tij, edhe punën e tonit po e vlerësojnë shumë trajnerët e huaj, edhe me arë shtete si Italia që synojnë medalje të arta në për kampionate botrore dhe shtete tjera, pastaj Suedezja, e cila një garuse medaliste bronz me arë me u stërvit të na për kampionat botror, është privilegj edhe për garusit tonë 3, me pa që sa e rëndësishme është me pas tonin afër si trajner, edhe me vlerësu edhe ma tepër se sa vlerësohen. Edhe për fund, deshta me marrë një mendim tëndin, me dëgju fjalët e tua për Driton Kukën dhe ndikimin e tij në krejt këtë proces. E thash, domethënë secilën përgjigje e ceka rëndësinë e një trajnerit mirë. Toni ka kriju një sistem që po na ndihmon neve si sportist me mbri majat botrore, edhe e ka kriju këtë sistem që secili prej neve si sportist me mendu mas larti që mundën, mas larti. Domethënë në sallën tonë salla jonë është e rrethuar me fotot e medalistëve olimpik. Edhe secili prej atyre sportist ju tregon që ky është qëllimi që duhet me u arrit, edhe qëllim që është i mundshëm. Domethënë mjafton kjo me qenë pranin e neve si sportist edhe në udhëheqjen e tij për mi arrit. Ndoshta në fillim e kemi pas shumë ma vështirë, si toni edhe si na si sportist, për shkak kushteve, për shkak sistemit, po tash besoj që gjithçka është ma e qartë, edhe sistemi është shumë ma i qartë, edhe mjafton që veç me pas vullnet për kushtim, edhe sportistët e kanë përkrojën e tonit, majlindës, trajnerëve tjerë,
kanë me i arrit rezultatin. Une të dëshiroj shumë sukses tash në pjesën tjetër, çfarë do që vendos, çfarë do që bën, edhe në pozitën e re, po edhe në karrierë, edhe shpresoj që të shohim lart e më lart siç ke bërë gjithmonë. Faleminderit që pate kohë, gjete kohë me qenë pjesë e Radio Dugaxhinit. Faleminderit edhe juve.